Se me more pyet. Dena studion e pyet. Do me thonë, për mua shumë problematike që deputetët e opozitës nuk po marrin pjesë në seancë, nuk po e kryeni detyrë kushtetuese. Detyra kushtetuese nuk është për obligim. Duhet me krya detyrë, presidenti nuk është përgjegjësi e asnjë subjekti politik, po është e të gjithëve. Do me thonë, nuk thuhet kërkon në kushtetut, asnjë ligj, asnjë regulativ tjetër, që zgjedhja e presidentit është detyrë e partisë fituese apo e filan partije. Është përgjegjësi e gjithëve, që e thanë edhe parafalësit tjerë, dhe në këtë proces duhet të jenë ke inkuadruar të gjithë. Por nuk ka ndodhur kështu. Nuk po dojnë president partijak, nuk po dojnë president jo partijak, jo që shoqënisë civile. Unë mendoj që opozita e ka ofendu zonin Rashiti që nuk po merr pjesë. Domethënë ky është ofendim direkt. Jo, ma shumë e ka ofenduar vendosja me kandidaturën po marrëvesh. Jo, se e ka jo ofendim. Jo ofendim, po i ka vendosur një proces, i ka vendosur një modë. E kandidon dikon po pas marrëveshje me parti tjera. Ja kriju shumicën. Kjo është jo la më madhe ja vendos një. Do të më thonë kush ju pëlqen. Do të më thonë që kjo figurë na pëlqen. Pse se ka përmendur dikurti në takimin e parë me Bedri Hamzin ose në takimin e parë me Lymer Abdexhikun, me thonë kom një kandidate që është Feride Rushiti, a është e pranueshme për juve. Ai ka përmendur emra të tjera, i tha që ka përmendur emra të tjera demas. Çfarë thot ai paj? Ai nuk jetu e pobra e paj pe ditës ditë. Ai tha që ka përmendur emra. Tha që në takime ka përmendur ai emra të nuk ka përmendur emra. Mrena me ka përmendur. Tem tjetër është ajo. Po se kena diskutuar atë temë, kush janë Presidenti duhet të vendosë një emër i përveçëm. Çfarë kemi thonë? Edhe emri i përveçëm duhet të ekzistojë. Duhet të jetë tamam edhe opozitës. 3 herë Mrena Dite, Albin Kurti, Ndra Fjalë. 3 herë